ka gjurmë, në Depnisht është një shkollë shumë e vjetër, në Sebastia, në Kalan e Sebastias, shkolla e pa, edhe e forta është që u rihap, kjo është shumë e rëndësishme, por mbasi 1923 janë pa numër të shkollat në Drisht, në Shkodër, në Prishtinë, në Stubl, vazhdojmë në Shkodër prapë, duke u rritur në vite, 1300, 1400, 1500. Këto artefakte janë gjetur në vendodhjen aktuale në Shqipëri, apo ti thua që janë të dokumentuara në Vatikan? Gjogja në Shqipëri thjesht erdhi turku, thuhet turku, për ta nuk duan ta thonë turku, duan thonë Osmanët. Po turku nuk ishe Gjon Turq 1908, edhe mori për Dut Karbonarna dhe mësuesin e gjuhës time, që mësonte në atje unë katojnë e kam bërë sot, e kam bërë muze, edhe aty kam mësuar gjuhëshja dhe moshën 5 vjeç, Gjon Turq ishin 1908, dhe shkallnuan gjuhën turke. Besar, pse nuk gërmohet në Shqipëri? Bravo.